miq Prizmës. Shikoni çfarë qetësie është. Zoq, kanë dalë njerëzit shesin aty ke pedonalia, zakonisht e zenë, këtu nga Blini, edhe deri ke gjysma ku fillohet, ku fillon punohet për gjithë hyrjen e Shkodrës edhe për gjithë këtë diku lulishtin e madhe, gjithë të mjedis të jashtëzakonshëm. Sa kanë filluar të vinë edhe makinat që po rrullojnë, që punojnë, është një mjedis që do të bëhet akoma më bukur se sa kaq. Megjithatë unë vi me shumë dëshirë, me shumë, sepse sigurisht këtë lloj atmosfere këtu midis ullive te Pjetër Gjeta nuk e gjej. Nuk e gjej kollaj, po nuk lëvizet 30 km ose 20 km minimum. Gjithsesi, ajo që do të trajtoja është kjo tema e atij gjyqit, e vazhdimit gjyqit. Dëgjojeni këtë. Për mua është kundërpeshje të rritur edhe për shkak të akuzave që janë bërë opozitës, domethënë dy kryetarëve të opozitës. Ai duhet edhe një. Mund ta vë theksin këtu që Velia për mua është një kundërpeshje që duhet rrinë në burg edhe për shkak të akuzave që janë bërë opozitës, domethënë dy kryetarëve të opozitës. Ai duhet rri sepse përndryshe ajo reforma drejtësisë del zbuluar krejtësisht, domethënë që këta e nxorën dhe Velin tani, edhe ato të aksit e nxorën gjitha këto, kështu që kjo punë i doli boja fare. Unë mund ta vë theksin këtu që Velia Dakor. Për mua ishte fatos Lubonja që mas vendimit të gjykatës të lartë për lënë atë dënim që ka Velia, dënim. Paraburgimi thonë, egzagerimet e paraburgimit janë fantastike. Të lesh në paraburgim siç kanë lënë për shembull në Hag 5 vjet paraburgim, për Velia 1 vjet e gjysmë, po shkon 2 vjet në paraburgim, e këto janë drejtësitë e demokracisë. Se si mund të lyhet në paraburgim pa u dënuar njeriu në burg, këtë e shpjegojnë vetëm marrëzirat e demokracive, të cilat pas duke u egzageruar në marrëzinë e tyre, e shkojnë në absurdin më të madh pastaj që ja kalojnë nganjëherë dhe diktaturave. Pse them që ja kalojnë diktaturave, sepse shiko çfarë thot një njeri i cili është i dënuar i ndërgjegjes. Është dënuar Todi Lubonja, i jati i Fatos Lubonjës, edhe kanë futur në burg edhe të birin. Dhe i biri sot, një mosh, nuk e di 7 vjeçësh, nuk e di se sa është Fatos Lubonja, po 67 shkova unë, domethënë ai duhet jetë di 7 sa vjeç, nuk e di. Tash të justifikoj një veprim të tillë, sepse drejtësia duhet ta mbajë në burg Velia, sepse duhet të justifikojnë edhe dy njerëzit e opozitës që janë në hetim, por nuk janë në burg, në vërtetë. Velia është në burg. Imagjinoni çfarë thot një i dënuar i ndërgjegjes në Shqipëri. Duhet rrinë në burg, thot, sepse përndryshe i bëhet në nërmethania reformës në drejtësi për të kundrapesh, ai në burg, këta jashtë burgut duke bërë aktivitet. Kjo është tash që njerëzit tonë që ke luajtur mend aty, çfarë nuk e shajnë. Por nuk po e veri se Facebooku kështu e ka, liron shpirtrat e njerëzve të shfryjnë. Njerëzit Facebookun e kanë për shfryrje kolektive shqiptare. Domethënë, s'kan çfarë bëjnë tjetër, janë të pazot gjithkund tjetër, janë të zot vetëm Facebook. Facebooku i shqiptarëve është më i qelburi në botë, më në operani, më fyesi, më sharsi, sepse shqiptarët janë më të pazotët në jetë. Sa më të pazotët në jetë, aq më të zotët në Facebook. Pra, kjo i takon një temë tjetër dhe ta trajtojnë një moment tjetër. Po mbajeni mend, sa më të pazotët në jetë, aq më të zotët në Facebook. Dhe Fatos Lubonja i justifikon, thotë gjykata duhet ta bëjë, edhe pse e ka bërë mirë, shumë, dakord, në rregull, por duhet ta bëjë që kundrapesh për dy opozitarët e mëdhenj. Opozitarët sipas Lubonjës sigurisht është Sali Berisha dhe Fatmir Mediu.
njeri më kriminal se tjetri. Të dy përbashkët kanë vërdeqin, e kanë hedhur në erë në qartësi të korrupsionit tyre. Është bërë korrupsion aty. Vërdeqi është hedhur në erë sepse është akt korruptiv, edhe kanë vdekur njerëz. Duhet ta krahasojmë me Erion Velin që ka vjedhur. E akuzon Spaku. Imagjino çfarë kanë bërë Sali Berisha me vjedhjet e tija dhe vrasjet e njerëzve, por ato janë jashtë, vazhdojnë bëjnë politikë, japin moral njerëzve, japin moral edhe këtij Fatos Dybonjës, këtij të burgosurit ndërgjegjes, këtij të Spaçit. Dhe vjen dita, një njeri i dënuar në Spaç, i dënuar i ndërgjegjes, e kanë futur në burg, jo se ky ishte armik. Ky s'ishte armik fare, ky psonte të gjithë beneficet që qeveria dhe partia ja jepnin nëpërmjet teatrit të tij. Por kur dënuan teatrin, futën në burg edhe Fatosin. Dhe ky tash justifikon këtë. E justifikon. Thot, ma kanë bërë mirë mua që më kanë futur në burg për hatët babait. Sepse kështu thot ky. Me që nuk duhet të mbarojë ajo reforma, duhet të rinë burg Erion Velia, megjithse akuza e vetme që i ka mbetur, si t'i bënin akuzë, jam dakord edhe unë që të rinë burg. Bile të bëjë dhe para burgim, po akuza e vetme që i ka mbetur Erion Velia se në burg janë kapur biseda telefonike që ka kërkuar llogari, unë nuk e di se çka bërë në burg. Këto i kanë mbetur, gjithë akuzat e tjera i kanë rënë, vite dhe shpërdorimi i detyrës i ka rënë. Dhe Fatos Dybonja, i dënuar i ndërgjegjes, i dënuar për shkak të babait, jo për shkak të vetes, justifikon edhe atë kohë, e cila ishte kaq kriminale, sa fut të Fatosin, sepse kishte në mend të nënte Todin, teatrin e tij. Kjo është tash e tmerrshme, jashtëzakonshme. Ky është një degrad mendor, psikologjik, moral, dhe për më tepër edhe filozofik, sepse sigurisht në rastin e Fatosit, i cili nuk është as folklorik, nuk ka lindur në Vigjidol, ka lindur në Tiranë, dhe pse nuk ka asgjë pse të lindesh në Vigjidol, por në të vërtetë ka element. Kulla më afër në Vigjidol ka qenë 400 metra, ndërsa Fatos Dybonja ka lindur në kulmin e qytetërimit shqiptar. Në kulmin e qytetërimit shqiptar. Edhe më rrin të flas tjetër. Më rrin të flas në lloj mënyre sepse edhe Fatosi ka atë morbin e akrepit që vret veten nganjëherë. Sepse ai urren Edi Rama. E ka fyer Edi Rama, e tash nuk di çfarë të bëj tjetër, vetëm të justifikohet dhe marrëzirat më të mëdha, vetëm të bëhet shkak ose të shkaktojë në një farë mënyrë urrëtitjen ndaj tij, të shtohet urrëtitja ndaj tij. Dhe nuk bën asgjë tjetër, por shton urrëtitjen ndaj vetes, ndaj klasës tij, ndaj vujtjes tij, ndaj çdo gjëje që sigurisht ja morri ajo parti e babait tij edhe e vetja, dhe sigurisht nuk ja ktheu kjo tjetër. Është e tmerrshme kur edhe njerëz tillë kanë degraduar deri në atë pikë sa të justifikojnë ato të pa justifikueshme, të luajnë me atë që nuk mund të luash kurrë, me të vërtetën. Është e tmerrshme, e jashtëzakonshme. Erion Velia duhet dënuar pse ka vjedhur dhe duhet vërtetuar pse ka vjedhur, pse ka bërë korrupsion dhe duhet vërtetuar. Po jo mbajtur në burg sepse doj të justifikoj pse akuzohet Sali Berisha për krimin dhe hajnitë e tij, e Fatmir Vendiu për krimin dhe hajnitë e tij. Kjo është e jashtëzakonshme. Të mendosh kështu, domethënë ti je gati i luajtur manç. Mbas edhe është, po unë nuk e vet dorën në zjarr. Mbas edhe ka shkuar puna deri aty, por nuk arrit besoj. Jo, realisht nuk arrit. Mbas e të thuash është i luajtur manç, pas e justifikohet. Por unë nuk besoj se ka luajtur manç. Unë besoj se është degraduar filozofikisht edhe politikisht. Është degraduar në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe nuk ka as pudor, as turp, as faqe. Nuk ka skrupuj fare. I thot në mënyrë marrëzit tilla, i thot në mënyrë më të çuditshme në televizion. Dakord miqtë mi?